Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma miq të televizionit Arbëria, miq të emisionit për te tregimit. Sonte kam në studio një person i cili është shumë i njohur për mediat, për ekranet televizive dhe jo vetëm për ato në Kosovë, por për të gjitha ato ekrane ku është trajtuar lufta, është diskutuar lufta të pagjeturit, fëmijë të vrarë, gratë e masakruara, gratë e përdhënuara dhe jo vetëm. Gjithçka tjetër që ka lidhur me luftën. Sot e kam përballë personin i cili i di më së miri ngjarjet dhe i ka shkuar kështu në përgjithësi, ka rrugtuar me gjitha zhvillimet prej kohës së luftës e deri më tani. Është personi i cili është me atë zërin, ju flet Kosova e lirë, një zë shumë i njohur për të gjithë, në fakt për gjeneratat tona, për mua po ashtu, sepse jam gjenerat i cili më kujtohet ajo kohë, është 23 plana. Dhe nuk ka ardhur me një bagazh të tërë të punimeve të tij sa i përket luftës, si zakonisht që bën. Mirë se vjen Nusret në emisionin tim për herë të parë realisht. Mirë se gjithë, Tina, faleminderit për ftesën. Faleminderit që ke ardhur, ne ka pasur disa herë që ju kam ftuar, por që keni qenë pak me disa obligime të juaja personale, familjare kështu, po sot unë jam shumë i kënaqur që ke ardhur, edhe bashkërisht do t'i ndajmë disa informacione të reja që ke bërë në vazhdimsi, siç bën Nusreti sa i përket historive luftës edhe të gjithë ata që kanë mësuar nga lufta. Por sot do të flasim menjëherë në emision për fëmijët. Për fëmijët cilët kanë humbur në luftë, janë vrarë, cilët janë ende gjallë dhe cilët sfidohen vazhdimisht në Nusret. Ke sjell fotografi, ke sjell obeliskun me veti, ke sjell libra të cilat i kujtojnë këtë periudhë shumë të tmerrshme për secilin prej neve. Nga pja nisim. Me që nesër është 1 qershori, nderuara Tina, dita botërore e fëmijëve, unë e kam parapash që prej nesër të bëhet diçka më shumë për fëmijët tanë të vrarë, për fëmijët tanë engjëj, që hiç më pak se 1392 janë vrarë vetëm në luftën e fundit gjenocidale, përkatësisht në vitet 1998-99 nga barbaria dhe mizeria serbe, nga ushtria dhe policia fashiste serbe. Janë vrarë edhe 40 të tjerë fëmijë të moshave të ndryshme në gjatë periudhës së viteve 1981-1997, të cilët pothuajse gati nuk i përmend kush. Kam fjalën për lider dhe liderët tona, pa marrë parasysh atë pozitës, atë opozitës, domethënë të gjitha qeveritë tona të një pasnjëshme deri më sot, temën e vrasjes së fëmijëve pothuajse nuk e kanë trajtuar në asnjë formë. Rrallë herë përmendin vetëm numrin, shifrat e fëmijëve të vrarë, edhe atë shifër ja hoqin gjithë, dhe e kam thënë shumë herë, bile kam qenë shumë i zëshëm dhe shumë kritik, që të mos i vrajnë për çdyti këta fëmijë, sepse është turp kur i ke shënimet, i ke faktet, i ke dëshmit në 9 gjuhë botërore, e ke profesoreshën e nderuar Hanëmshaj Laza dhe Nusret Planës që e kanë shkruar librin, në fakt e ka shkruar profesoresha Hanëmshaj para, librin Avritën e Engjëjt në vitin 2012. Dhe ajo më ka motivuar që unë të punoj shumë në këtë drejtim, sepse edhe kam qenë i respektuar të jem redaktor i librit të saj. Dhe kur e kam pa gjithë atë fëmijë dhe numrin e tyre, jam me pa frym, pa teksta, edhe i kam hyrë një punë shtesë. Edhe i kam thënë profesoreshën nderuar. Ajo është edhe veprimtare shquare që është shkëmtare, edhe humaniste shquar. I kam thënë nuk mjafton me kaq. Çka do që të bëjmë për këta fëmijë është pak, sepse ata janë vetë liria. Me një fjalë, çfarë do punë e jona është një piku i ndetit, që thuhet në popull. Kështu që nesër, saktësisht në orën 13 në sallën e kuqe të Pallatit Renis, për herë të parë, pas 26 vitesh të asaj lufte të çmendur gjenocidale, do të mbahet akademi shkencore përkujtimore për vrasjen e 1432 fëmijëve shqiptar, viktima të gjenocidit shtetëror të Serbisë fashiste. Dhe do të bëhet edhe në fakt edhe do të promovohet ekspozita me titull Rikujtes. Ata janë vetliria. Me një fjalë janë dy ngjarje
të lidhura në një, si mishi edhe thoni në vetë, sepse akademia ju kushtohet këtyre fëmijëve, do të jenë prezent me kumtesat e tyre profesor doktor Sabile Keqmezi Basha, një enciklopedi në vete, do të jetë prezent gjithashtu edhe autorja e librit ton profesoresha Hanum Shah Lazi me një fjalë rasti, por do ta ketë një fjalë rasti gjithsesi edhe bashkëluftëtari im, reporteri, ish reporteri i luftës së UÇK-s të zonës operative të Karadakut, zotëri Ismet Sulejmani, i cili ka bërë shumë për dëshmorë dhe vazhdon të bëj. Kështu që do të jetë një ngjarje shumë e veçantë, e cila do të insistojmë ne bashkëautorët, respektivisht përgatitësit të kësaj ekspozite, në shtet plane Sot Shala dhe bashkëluftëtari ynë Hasan Morina, që e kanë përgatitur këtë ekspozit, do të kërkojmë në akademi, përkatësisht në atë promovim, që ta shëtutje një qershore të shënohet, jo vetëm formalisht si ditë botërore fëmijëve, por të shënohet me aktivitete konkrete, me libra, me filma, me ekspozita, me dokumente, me arkiva, sepse është shokuese çka ka ndodhur mbi këtë popull. Dhe ju e dini nderuar atina që populli ynë me gjithë vujtjet e mëdha dhe sakrificet e panumërta për liri, megjithatë shquhet edhe për 3 defekte shumë të mëdha, që unë i përmendi shpesh dhe ndoshta edhe bëhem bajat, edhe them që populli ynë përkundër shumë të mira i ka edhe 3 defekte shumë të mëdha, që unë pe zemrës plas të them edhe gjenetike kushtimisht, harresën, përkatësisht kujtesën e shkurtër, bajraktarizmin dhe servilizmin ndaj të hujve. Bile jo rrallë herë citoj edhe një mik të madh të shqiptarëve, austriakun me përjardhje hebreje, Leo Freundli, i cili para 100 vitesh e ka pas shkruar një libër për vujtjet edhe gjenocidin mbi shqiptarët, Golgota shqiptare me titullat libër, dhe qysh atëhera e ka vrejt atë dobësi dhe atë defekt të shëmtuar të shqiptarëve, harresën e shkurtër. Dhe decidivisht e thot, shqiptarët e kanë harresën shumë të shkurtër, kujtesën shumë të shkurtër. Ashtë shkurtër, sa që për një kohë të shpejt, gjellatet e tyre, armiqt e tyre i bëjnë miq. Bile citoj edhe mikën tjetër të fund shekullit 20, ish senatoren belge Ana Marie Lizin, e cila duke i parë shqiptarët pas luftës gjenocidale që më të madhe, po e ushqejnë armikun e tyre barbar me duart e tyre, duke ble mallra vazhdimisht produkte serbe të kontaminuara dhe kancerogjene, duke i dërguar miliarda Serbisë fashiste parat gatshme. Me një fjalë, duke e shit kushtimisht, po them, mundin, djersin, gjakun e këtyre fëmijëve, 1600 prej zhdukurve edhe më tutje i kemi të pagjetur, dhe krejt duke i pas parasysh këto fakte, këto dëshmi, ky popull, përkatësisht ajo kategori, se popullin nuk mund të identifikojmë të tërin, por ajo kategori që unë e them zemërplasër i trush për larve, i vetë vrasësve që e ushqejnë armikun e tyre me duart e tyre, i ka bërë përshtypje edhe senatores belge Ana Marie Lizin, e cila del haptës publikisht dhe thot, po të isha shqiptare, dhe jeta ime të varej nga Serbia, edhe ajrin nuk do të blija prej Serbis, sepse do të më duke i përbuzje ndaj gjitha tyre viktimave. Dhe prandaj e kemi parasysh që nesër më 1 qershor të ftojmë popullin tonë të shumë vujtur dhe liridashës, gjithandej trojeve tonë arbrore, jo vetëm të Kosovës dardane, por gjithandej edhe për fat ka qelluar diele, dhe nuk mund thot, po them kushtimisht askush që nuk mund vi, sepse ka rastis të jetë ditë pushimi, edhe është e ndershme. Është obligim i madh moral me ardhmë u përkul përballë gjakut atë. Kemë zgjuar nesër shumë emocione në strat për shkak që ne në ditën e fëmijëve zakonisht jemi mësuar të shohim programe festive, argëtuese, sporte të ndryshme për fëmijë që kanë sjell organizata të ndryshme, besa edhe zyre të Bashkimit Evropian, gjitha këto, por nuk kanë pa fëmijët për shembull unë vetë do të sjell nesër fëmijët me i pasë çfarë historie i ka bërë sot Kosovën kështu dhe kush janë këta fëmijë. Kanë me pasë është me sigurisht të mërshme me pa ekspozit të fëmijëve
nuk e di çfarë do të ketë sakt. Jo, kjo ekspozitë është e durueshme me po. Do të thotë e përmbajtshme. Nuk ka fëmijë të vramë, po janë fëmijë që megjithatë historisë nuk është me ik kësaj apo. Po shumë e vërtet, po janë fëmijë në fotografi që kanë kemë zgjuar emocione të ndryshme për shkak që nuk ka pas një ekspozitë të tillë, e cila tregon për vrasjen edhe masakrën e fëmijëve që nuk mundemi me ik apo jo. Sa ju ka marrë kohë në strat kjo krejt? Bile është, para se të tregoj sa na ka marrë kohë, më rëndësi të përmend edhe këtë fakt për hir të mirënjohjes dhe falënderimit që që do ta kem edhe në vazhdimsi dhe e kam në realitet edhe në rastin konkret për këtë akademi dhe ekspozitë, edhe për një veprimtar shumë i shquar i çështjes kombëtare, profesor Hajzer Gjoshi, i komunës së Drenasit, i cili në vazhdimsi tash e ka bërë tradicionale me nxënësit e 2 shkollave fillore të komunës së Drenasit me më tepër se 80 nxënësa. 88 nxënësa i ka pas në datën e masakrës së Poklekut të Drenicës heroike në një koncert i cili i është dedikuar fëmijëve të vrarë, 1432 fëmijëve. Dhe për fat mirë do të vije edhe nesër profesor Hajzeri me 88 fëmijë, domethënë nga 44 të 2 shkollave fillore, me nga një logo 1432 do ta kenë fëmijët me dveshur janë me atë uniformën bardh e zi që janë si plumbat e lirisa, edhe që do të këndojnë 2 këngë kushtuar këtyre fëmijëve dhe që në fund do të na nderoj me prezencën e saj dhe me një këngë që për herë të parë është kushtuar 1432 fëmijëve të vrarë, një këngë, një artiste e njohur, një artiste e popullit, Bilbili këngës shqiptare Shkurtë Feza me të birën saj Besianën. Poezinë në fakt vargjet e kësaj këngë i ka shkruar autori mirë njohur, poeti Faruk Tasholli, i cili kështu më ka thënë, tha, profesor, i ka më tepër se një vit që e kam shkruar këtë poezi për ta bërë këngë dhe për ta kënduar Shkurtë Feza. Por i ka më shumë se një vit që po përpiqet Shkurta me këndu, por nuk po mundet me i bë boll atij teksti dhe po thot sa herë shkojnë në studio prej emocioneve, prej dhimbjes, qaj si fëmija nuk mundë me e këndu deri në fund. Edhe kur e ka po Besiana, vajzë e saj, edhe e këngëtare, që ajo nuk po mundet me i rezistue ati teksti të papërballueshëm, ka hyrë bashkëpunim dhe i ka thonë nanë dashur, po e këndojmë bashkë. Dhe e kanë këndu para 2-3 muajve, është bërë shumë virale, domethënë është edhe në YouTube, por ato Shkurta dhe Besiana do të vinë, e kanë konfirmuar ardhin dhe në fund do ta përfundojmë me këngën kushtuar 1432 fëmijëve tanë. Kosa e bujshme do të jetë kjo ngjarje, kjo ditë. Në strat do të përgëzoj në fakt për këtë nuk është vetëm kjo ditë që keni bërë angazhime edhe organizime. Në fakt më pyetet edhe për kohën, po ndërmjet. Ne ta bësh me tregu që po tash kemi kohë, ma tregon sot, do të thotë kohë dhe mas parë vetëm i grumbullu fotografit mjafton. Le më mandej këtu. Shumë e vërtet edhe që edhe një fakt që nuk është bash që thon për tu mburr ne për faktin që ua kemi bërë kërkesën gjitha komunave të Republikës Kosovës për të na ndihmuar, sepse është edhe kushtueshme goxha shumë, për 30 komunave sa ka pas fëmijë gjatë luftës, 29 janë 29 komuna ka vrarë Serbia sa ka mujt, 29 komuna, që do me thonë vetë Artana, përkatësisht ishtë Nova Brda, nuk ka fëmijë të vramë. Të gjitha komunave u kanë bërë kërkesën zyrtare për të na ndihmuar, e vetmja komuna e Vushtres, përkatësisht profesor doktor Ferid Idrizi, kryetari i saj, na u ka përgjigj dhe na ka ndihmuar edhe financiarisht. E vetmja komunë, komunat tjera as që na kanë kthyr përgjigje. Domethënë deri në çat shkallë arrin niveli pa përgjegjësisë së tyre që është për keqardhje, ha. Kështu që unë për veti, personalisht, ju e dini edhe në fillim e thatë, jam një rrugtar, kushtimisht po them maratonik i promovimeve të veprave të mia publicistike dokumentare, sepse hiç më pak se 50 vite janë veprimtari e pastër çështjes kombëtare. E sidomos që këto 26 vitet e pas luftës së fundit në Kosovën tonë ndardane, kurrës nuk kanë pushuar. Domethënë janë më shumë se 250 promovime anë kënd Evropës, Amerikës mike dhe Australisë së largët që e kanë promovuar këtë librin tim të trash që gati 5 kg në 9 gjuhë botërore, pastaj edhe librin
tonë të përbashkët me profesoreshën Hanum Shahe, fëmijët shqiptarë në Kosovë, viktimat gjenocitit shtetëror të Serbisë 1980-1999, e kanë bërë gjirën e krejt botës këto libra, bashkë me filmin dokumentar Kush i vret fëmijët, që gjithashtu do të promovohet edhe atë ditë nesër, me një qershor, kështu që thjesht është një rrugtim më shumë se 50 vjeçar i grumbullimit të materialeve të mia më të dhimbshme, më senzitive, më të përgjakshme, por më krenare, e cila në fund emrin e ka liri dhe të cilën ne ka dhuru ushtria jonë e lavdishme shlenitare, së bashku me ndihmën e miqve tanë ndërkombëtar, Evropës, e sidomos mikut tonë të përjetshëm Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Me ndëgju, sa shumë angazhime ke bani gjitha këto punime, a njeri veç me marë pjesë në promovime, si i ftuar është lodhje e lema me kriju tituj ka shumë që ke bërë, edhe gjitha këto fotografi, edhe kur po ta shoh këtë energjinë e njëjtë, sikur para saj sa vite në epoha Mendelsona. Me siguri e bashkëndjen çdo artikull edhe titull edhe strofë edhe rasht edhe paragraf që shkruan, përderisa e kiqit vullnet edhe ke punu shumë edhe për ditën e fëmijëve. Shumë e vërtet, Tina. Unë bi, flaj edhe zgjohem me dhimbjen e këtyre viktimave, sepse thash edhe në fillim çka do të bëjmë për tash pak. Kështu që duke pas parasysh që asnjë qeveri e jonë deri më sot qoftë një objekt të gjenocidit serb mbi shqiptarët nuk e ka ngrit, qoftë një objekt, qoftë një obelisk të vetëm, një shtator apo një përmendore kushtuar 1432 fëmijëve, unë edhe më tutje vazhdoj me ndji atë përgjegjësinë time personale, por edhe ekipore, sepse krejt kjo punë është bërë me ekip. Unë, pa modesti po them, shquhem si bashkëpunëtor ekipor. Domethënë, e kanë dobësi shqiptarët punën kolektive, punën ekipore. Kem dobësi. Por në këtë drejtim jam munduar të jem shumë i kujdesshëm dhe i vëmendshëm, dhe tash mundeni me marrë me mend. Ish intervistuesi juaj, një heroj gjallë, një legjendë gjallë që quhet Esat Shala, kur ai e ka gjetë këtë forcë mbi njerëzore, me i ekspozu, me i shpërndar çdo ditë nëpër rrjetet sociale, këtë dhimbje, këtë gjak, këto krime, këto barbari, këto vrasje, edhe që kur ka filluar me i grumbullu ka qenë hiç më shumë se 12 vjeçar. Domethënë vlla i heroinës Shot Galicës së dytë, që quhet Lulieta Shala, e cila është vrarë me pushk në dorë, jo duke ikur, po duke i bërë ballë pushtuesit barbar serb, me të fejuarën e vet vritet, ku vritet edhe i madhi mu i Krasniqi veti 41. Domethënë është edhe nip i të madhit, i doktorit, i luftëtarit emblematik të UÇK-s, mjeku të UÇK-s Hafir Shala, kushëri i saj Shalës, me një fjalë janë një familje që kanë dhënë që 100 vjet gjak dhe vazhdojnë të jenë në shërbim të këtij kombi të shumë vujtur dhe liridashës, dhe prandaj kur e kam pa disponimin edhe gatishmërinë e Esatit kaq i ri, e kam afruar atë vete dhe tash e kam si me pas djalë timin. Ju përmend shumë ai. E kam dorë djathtë natë dhe ditë jetoj me bashkëpunim po. Edhe më dhimbet shumë sepse kur e kam thënë shumë herë nëpër televizione që ky është aset kombëtar. Ky është pasuri kombëtare. Edhe duke qenë i tillë, asnjë qeveri, asnjë vetme hiç më i dallu, asnjë vetme nuk e pat as kujdesin minimal ndaj tij që sot ai njeri ta ketë një rrogë modeste dhe ta ketë një jetë stabile, sepse i ka fundi edhe 2 djemë, 2 fëmijë që i ka edhe me do të lashe shëndetësore, edhe që me pas një rrogaj bile minimumi 2.000 euro në muajt, sepse ta ka arkivu zotni. Ta arkivuan, po them zotni, po i drejtohem kryeministrave, presidentëve tona, të cilët mbi gjakun e këtyre fëmijëve i shijojnë këto poste, këto karrika, këto shëtitje që 25 vjetës nalin kurr, e villat e bukura të shtrejta luksoze, dhe e harrojnë Esat Shalin. S'po them Nusret Planin, se absolutisht domethënë nuk po e apostrofoj Nusretin, sepse fundit unë e marrë një penzion 190 euro në muaj si akademike, si profesor doktor. Edhe tani këto po Esati s'ka kufar rroge, domethënë që duhet kujdeset shteti për një njeri i cili natë edhe ditë punon për shtetin. Shumë vërtet, shumë është ironike edhe është për keqardhje, kur një njeri e kemi kaq të mirë, kaq punëtor, kaq të përkushtuar, kaq të vëmendshëm, natë edhe ditë, edhe ai bjen edhe qohet me viktimat e popullit vetë shumë vujtur, dhe mos me pas asnjë rrogë normale, muj ai njeri mi pas kushtet elementare të jetës, por kur vjen prej Krajkovës në Prishtinë, tek studioja jonë që e kemi në Ulpian, të përbashkët, shumë herë duhet shpenzimet e naftës unë mja heq,
pa i skuqem, pa i vetës, të mos zot qysh jemi kaq vetë vrasës, edhe nuk i respektojmë, nuk i nderojmë ata njerëz që janë përmendore gjallë. Është shumë e vërtetë, shumë e dhëmshme, edhe kjo nuk është të shku të rregullu, po veç po shkon sapo zbet, më shumë kjo çështja e njerëzve që i kontribuojnë historisë, edhe çfarë historise. Histori vrasëse, me gjenerate që lënë trauma e përjetime të mëdha të ndryshme të këqija në fakt. Unë duke ju njohur juve për kontributin me gjitha këto publikime, libra, fotografi, ekspozita, nysret asnjëherë nuk ju kom pyet se s'u ka raste për kohën e luftës të vitit 99. Nuk më ju lënë më shku nga sot pa ju pyet atë kohë, çush ishit e luajshit edhe rolin e gazetarit, edhe reporterit, edhe luftëtarit, edhe gjithçka. A keni haru? T'ju them të drejtën, për mua e periudha shumë e freskët dhe mbetet e tillë deri në fund të frymës time, sepse çdo pllombe asaj toke arbrore është e larë me gjakun e djemve dhe vajzave tona më të mirë. Nuk e harroj kurrë e nderuar tilla. Dhe pse pyeta e keni haru? A dhe pse pyeta se ka shumë ki informacione, bagazh në kujtesë, në memorie të marrë me gjitha këto rastet, nganjëherë njëri vetën edhe e harron ose historinë vet e anashkalon që me mujt me ju përkushtu të tjerave këto që keni sjellë, vetëm disa nga ato që keni. Keni plotësisht të drejtë, se unë fundi jam edhe prind. Unë jam bashkëshorti i bashkëshortes time edhe veprimtare edhe luftëtare e jetës sime, Zelfie Plana edhe 2 vajzave të mrekullueshme të Teutës dhe Renesës që shumë shpesh e kam thënë edhe në studiot televizive ju kam hyrë në hak sepse ju kam munguar shumë dhe vazhdoj t'ju mungoj. Bile fizikisht vazhdoj t'ju mungoj shumë sepse e keni vërejtë edhe vetë unë çdo 2-3 javë jam nëpër botë, nëpër Evropë, nëpër qendrat botërore të tjera, duke shpërnda dhimbjen tonë edhe gjenocidin e të mërshëm dhe prandaj lerisht mund të them që veprimtaria ime është shumë dimensionale. Bukur e thot, unë edhe kam qenë luftëtar i lirisë, edhe reporter i luftës, edhe kronist i ngjarjeve, edhe dëshmitar okular i shumë ngjarjeve të dhimbshme, duke qenë i tillë, unë me shokët e mi, me ekipën e Radios Kosova e Lirë, në vazhdimsi kemi qenë të kujdesshëm të ruajmë si sytë e ballit ato materiale, ato arkiva, ato fotografi, ato gjërime, sepse e kemi ditë mirë që në asnjë luftë nuk vriten të gjithë. Në start ju kam thënë shokëve të mi, o fotografoni, o xhironi, o mbani shënime sepse në asnjë luftë nuk vriten të gjithë. Kushdo që të mbetet, le të ka të arkivume me fakte, me fotografi, me dëshmi, me xhirime sepse jeta është e shkurtër. Kërkush nuk jeton 200 vjet. Dhe prandaj let ju mbeten dëshmi të gjalla gjeneratave të reja dhe brezave që do të vinë sepse ne edhe ashtu shquhemi për harres. Dhe gjithmonë ne kanë shkruar historinë të tjerë, të huajt. Për herë të parë e kemi bën një luftë të mençur, një luftë inteligjente, sepse e kemi kombinuar fuqishëm pendën dhe pushkën. Dhe prandaj e bindëm botën që ushtria qëllimtare të Kosovës të bëhet ushtri toksore e NATO-s, apo jo? Pse se kanë thënë publikisht punë e madhe, po e vërtetë është që kjo ka qenë ushtri toksore e NATO-s. Së bashku 78 ditë net NATO-ja me UÇK-n e kanë shporë nga trojet tona stërgjyshore këtë barbari dhe mizori të Karpateve. Dhe prandaj çush harrohen këto? Në asnjë mënyrë, sepse duhet me pas parasysh një fakt. E kemi pas dhe vazhdojmë ta kemi një armik barbar i cili natë edhe ditë, edhe sot e kësaj dite, pas gjithë këtij gjenocidi, 200 vjeçar, vazhdon ta luajë rolin e viktimës. E keni pas që shtirit, që e luan rolin e viktimës, sikur na jemi kriminali, ata janë viktima. Pse? E kanë në gjak gënjeshtrën, e kanë në gjak ranën e kulluar dhe të pastër përmes skenareve të ndryshme që vazhdimisht i kanë bërë në bashkëpunim me kishën famëzeze ortodokse serbe dhe Akademinë e Arteve dhe Shkencave të Serbisë dhe në bashkëpunim me ushtrinë dhe policinë barbare serbe. Sot kryekriminali Aleksandar Vučić e luan atë rol. Është fotokopi origjinale e satrapit të kryekriminalit Milošević. Edhe e ke pas sa mjeshtër është i vajtimeve, i rolit të viktimës dhe edhe ja ka rrit për fat keq qëllimit, sepse e ke po që 25 vite rresht në vend që Evropa përkatësisht drejtësia ndërkombëtare edhe miqtë ndërkombëtar ta trajtojnë vujtin shumë shekullore, plagën gjakun e shqiptarëve, që ata ishin sebeb sponzori general i kësaj pavarësie dhe i lirie që gëzojmë sot, ata vazhdimisht e miklojnë Serbinë fashiste.
në mënyrë që me presionin që i bën ajo, e luan qatë rol të viktimës, sa që thjesht ka arrit, unë po them kushtimisht, me mjel edhe Evropën, e mjel çdo ditë, e mjel edhe Kinën, edhe Rusin, edhe Amerikën, edhe vazhdimisht vajton se këshirë një shqiptarë që ka e në ka nevojnë. Janë qes mjeshtër të poshtërsive, të idiotizmave, të përgatitjes së skenareve, të ndyta me i bo dhe me lu rolin e viktimës para botës, sa që e kam thonë me keqardhje, këta janë në gjendje që një zog, kushtimisht po thema, hipotetikisht, një zog të Pulës, në Mitrovicën e Veriut, mja vra, mja myt, shqiptari, një serbi, janë gjendje në rend ditës në OKB me fut si problema. Edhe 500 shqiptarë më vranë dite. Politikën, diplomacisë qysh me promovu kur si përmen. Amin shtetëror, ne nuk e kemi bërë, por ne mos ishim këto historit, jo vetëm tujat, po gjithë atyre që i përmendet më herët, me siguri se edhe ish zbe historia gjitha këto. Por sot, për shembull, çka do që vuçet që mundet me bë, sot i kemi dëshmi të fotografive të cilat Absolut. Kisha pas shef me shpalos për shikuesit ton, këtë disa nga ekspozitat që do ta kemi nesër apo ju. Me shumë dëshirë, po. Disa janë të nderuar, është një ekspozitë që thashë ka titullin Rikujtesë. Mja rikujtuar shqiptarëve këto dhimbje se harron shpejt. Edhe një nën titull në Rikujtesë ata ishin vetë liria, që në fakt pa qenë këta, ne sot nuk do të ishim as në këtë studio të bukur të Arbërisë, përkatësisht të mikut tim dhe t'juaj të Qendrim Kryesiu, që e falenderoj shumë për kujdesin e jashtëzakonshëm që e kanë ndaj veprimtarëve të çështjes kombëtare në veçanti. Dhe prandaj e kam pas parasysh që edhe pse goxha e kushtueshme, kjo ekspozitë ka me rrugtu anë kënd Evropës dhe botës, dhe i ka dikun më shumë se 120 fotografi, që i kemi zgjedh me Esatin edhe me Hasan Morinën, prej mia fotografive, disa më të ndihshmet dhe që janë me përmasa gjigante, ishin në dimenzionit të tyre. Janë shumë interesant dhe aq më interesant kur kualiteti i tyre është ruajtur shumë. Domethënë janë të përjetshme. Që për shembull këtu e kemi të madhin ambasadorin legjendar William Walker, i cili është heroj gjallë dhe është përmendor i gjallë e shqiptarëve. Absolut, po. Edhe këtu janë edhe dy figura shumë të respektuara, edhe profesor Agim Musliu, profesor i fushës së sigurisë, është një prej profesorëve më të mirë, edhe atëherë sigurisht ka qenë bashkëpunëtor dhe i William Walkerit, satri atëherë para 26 vitësh, është edhe aktori mirënjohur shqiptar Blerim Gjoci, i cili ka bërë shumë me kamerë. Shumë ka bërë, bile po i him në hak të njeri, sepse shumë shpesh do të me përmen. Ky ka bërë edhe gjirimet e masakrës së Rrogovës të Hasit, edhe të masakrës së Reçakut, dhe e ka luajtur rolin e një gazetarit huaj. Domethënë ka rrezikuar jetën, e ka bërë CV-n edhe atë bezhin e një gazetarit huaj anglez apo amerikan, dhe ka bërë aq shumë sa që thjesht kam pas dëshirë me nderua edhe Blerimin, edhe profesor Agimin, edhe William Walkerin, edhe këta fëmijë të cilët po shihet në moshë, sigurisht kanë qenë spaku 7-8 vjeç, 10 vjeç, tash 30-40 janë burrë në familjar, kështu që është fotografi interesante, edhe po shkoj me radhë, i kam sjell prej shumë fotografive, një 5-6 sa për ilustrim, po edhe këto dy vajza kanë qenë thjesht viktima të gjenocidit, edhe janë gjallë të dyjet, dhe të dyjet kanë me ardhë nesër në promovim, dhe njëra prej tyre s'po duhet tash me u shpalos edhe me u tregu edhe emrat, le të jetë ajo një surprizë për neve. Kjo ka ndodhur fatkeqësisht në Bishtazhin të Gjakovës, ku janë vrarë 70 e më tepër viktima është shumë interesante që ka humbë fare kjo qartësia. Jo, janë rru shumë me kujdesin më të madh, sepse kanë fotografuar reporter të huaj me aparate, po këtu nanat tona, djepi, fëmijët të shqetësuar, të frikësuar nga thejkat e gjeladëve të ushtrisë dhe barbarisë serbe, edhe tash shumica prej tyre janë gjallë, shumica prej tyre janë gjallë, mirë po na nuk i dim saktë tash cilët janë ata që kanë bjetu, po disa prej tyre, kjo fotografi për shembull po e fokusojmë para kamerës, edhe janë foto që sinqerisht flasin më shumë se 10.000 fjalë. Që thuhet një foto flet sa 1.000, jo, kjo s'flet sa 1.000, sa 1 milion fjalë. Nga çdo fotografi mund të bëjmë film dokumentar bile me konkurruar për Oscar, po na jemi të pakujdesshëm. Shihni këto tash.
është fotografi shumë e dhimshme. Ajo Të ke gjithë janë fëmijët? vrarë të familjes e komandant legjendare Demir Shari. Kush e din kur është realizu kjo fotografi? Sigurisht, une e kam qitë Pak më këtu herët. prekaz 1999, se këta në mars janë vra, po supozoj që një janar shkurt është dalë kjo Jo, fotografi shumë më herët, që është me të vërtet pa koment, ha? Këta janë të gjithë të vrarë. Krejt janë të vramë, për fatkeq familje lavdi e tërë përjetshme i shumë- qoftë i përjetshëm kujtimi për ta, Dhe kjo është edhe Pokleku, kjo është e Poklekut, I Fadilit, të shtëpia e Fadil Gjith Moqollit, Moqollit. edhe të Gjavit Respekt Moqollit, shumë, edhe familjes Moqolli, Elshanit, Sarako, sepse këtu të dashur vëllezër e motra, hiç më pak se 54 kanë qenë vrarë dhe prej tyre 24 fëmijë. Më e vogla ka qenë Liria Moqolli, me emrin Liria 6 muajsh. E dhimshme shumë. Do të jenë prezent edhe familja Moqolli. I Fadilit ishte ekstrem i dhimshëm në stratë. Tepër e dhimshëm. Bile unë po. Aja shtëpi shoqër zote tash është bo shtëpi muze, po merrem me mend me kaq vonesë. Mos 25 vjet, ju ka rënë mend institucioneve tona me shpall shtëpi muze. Në vend që boten me sjellje me pa sepse aty ende gjaku është i freskët. Sigurisht e keni vrejt në tavan atje edhe më tutje është gjaku i freskët. Për çfarë thotë populli gjaku nuk bëhet ujë kurr. Dhe për fatkeq që në shku e kanë mbulu një pjesë këta arqitektët përkatësisht punë kryeshit e kanë mbulue, pa pas kujdes, bile është shqetësua dhe me të drejtë ka shprehur shqetësim edhe Fadili edhe Gjavit qysh mbulohen gjurmët e krimit. Me asnjë kusht s'është dashur mi mbulu, po megjithatë, po tham këto fotografi janë rumë me kujdesin më të madh nga familja Moqolli, edhe ato relikjet e tyre, robet, çantat, librat, fletoret, po veç këtë masakër me pas bë, ka qenë tepër e dhimshme, Lemon 1432 fëmijë. Është edhe kjo fotografi e cila flet shumë edhe të tilla kanë me qenë nesër në orën 13 i ftoj popullin ton të mos hezitoj të marrin fëmijët, let ju tregojnë që kjo liri nuk është e rastet, por e ka emrin gjak. Shumë punë e madhe, administrat, shumë do me thonë se... I falenderoj edhe mërgatën shqiptare tina për këtë punë të madhe se ju i mbetëm në hak. Ata mos më përkrahun në kur s'kisha mujt me bëj gjithë këtë punë. A të regojnë ku keni me pas ekspozitën e parë mas Kosovës, mas Prishtinës në këtë rast? A keni mendu? Ekspozitën tjetër? Po, ekspozitën tjetër realisht do ta kemi me 29 qershor në Lucern të Zvicrës. Don Anton Uka është prifti katedrales shqiptare të Lucernit të Zvicrës, i cili e ka shpreh dëshirën për të ma bërë promovimin e këtyre veprave, librit madh, librit të fëmijëve, edhe ekspozitën, edhe filmin dokumentar Kushivret fëmijët, kështu që pas Lucernit sigurisht që do të planifikoj të udhëtoj në vazhdimsi në qendrat më të njohura evropiane. Di që gjithkaj keni dërguar informacionet historike. Më shumë se 250 promovime deri në Melbourne edhe Sydney në Australisë së Largët. Keni kriju shumë konakt. Shumë mish, po. Në çdo vend e kam bërë ka një shtëpi. Ka një shtëpi, sa mirë është një shtëpi. Shumë e bukur ajo fjale, kur të shkosh bëni nga një shtëpi. Unë vajzave të mia ju them, nuk ju lë shumë kapital, jo, se s'kam pas kohë, por nga një shtëpi ja u lë kudo që të shkoni, edhe në Australinë shkofshi, kur të përmendet në Shërtlana, pa modesti po e them, ata e dinë që është zëri i lirisë. Në Shërtlana ka qenë një ushtar i vogël, i thjesht, i luftës më të lavdishme të ushtrisë shërimtare të Kosovës, por e ka pasur fatin dhe privilegjin të jetë interpretues i zërit më të bukur në botë, i zërit komandantit legjendar Demir Shari dhe i miliona shqiptarëve dëshmorë dhe martirë të kombit tonë. Unë e di që keni pasur shumë takime, shumë besa keni marrë pjesë në të bime me shqiptarë jashtë në diasporë. Për shembull për diasporën, Nisrat është gjitha këto informacione që ja dërgën hala emocion më i madh, ende emocion më i madh, sepse ata nuk janë këtu me i pa gjonat në Kosovë, nuk i vrejnë ndryshimet, nuk i vrejnë besa dhe pa drejtësit që i buan ndaj gjitha këtyre rasteve, dhe ja u dërgonin një histori atje ku ata e kanë lënë shumë aty. Ata mbase mendjen e kanë këtu, po jetën e bëjnë atje. Dhe unë e di që kur t'i shohin këto gjana me pa durim presin, me ardhë dhe me taku dhe me pa sepse është pasuri shtetërore. Megjithatë, ani pse e dhimbshme është pasuri shtetërore. Shumë vërtet. Nuk e di çfarë të them. Unë thash edhe më herët, para se mendoj që ke qenë luftëtar, unë gjithë kujtoj si person që ke grumbullu gjitha këto ma shumë si autor i teksteve, librave dhe ai zëri i radios.
Sa kohë ju ra që të punoni në radio, sa kohë, sa ditë muaj? Në fakt 6 muaj, prej 4 janarit, kur kemi fillu, 1999, dhe kemi përfundu suksesshëm me 21 qershor 1999. Për fat e kemi arrit në ekipa e Radios Kosovë e Lirë, më në fund, me forcat tonë, me angazhimin tonë, dhe me përkrajen shumë të vogël institucionale, ta renovojmë bunkerin të cilin agjensit më të njohura evropiane dhe botërore, madje edhe New York Times, edhe Washington Post, edhe Deutsche Welle e kanë quajtur bunkerin më të çuditshëm në botë. E kemi renovuar dhe tash është kompleks memorial të cilin mund ta vizitojnë miq, sepse nga i bunker është shpërndarë në etër në gjithë botën informatat më të mirë, dorës të parë, vijës parë të frontit, domethënë thjesht është shpërndarë dhimbja dhe krenaria jonë kombëtare. Me që me ke ndëru sot Nusret më në studio edhe me këtë ekspozitën që në fakt e promovove për herë të parë. Për herë të parë në TV Arbëria. Edhe emrin e bukur e ka TV Arbëria. Faleminderit shumë, e vlerësoj tepër shumë. Dhe ndërëm edhe një herë për fund, duke ma përmend të paktën 3 herë atë zërin që i ftojshe të gjithë dëgjuesit e radios që me ju tregu që ne sot fillu me lajme. Qysh ke thonë atëherë për shembull? Ju flet. Me atë muzikën për cilë se shkonte më bukur, por e them për atër tuajin dhe të shikuesve tuaj, saktësisht në ora, saktësisht në ora 16:00 vinin të ngarkuar kamionët e ushtrisë vrastare serbe dhe përqendroheshin në kryqin famkeq të Komaranit, ku kërdika bë policia dhe ushtria serbe dhe dishin mirë ku jemi, të koncentruar sepse aq teknikë të sofistikuar kanë pasur që me 4 janar e kanë ditë ku jemi. Mirë, po nuk kanë pas forcë as guxim të afrohen afër ushtrisë lindare të Kosovës, që është e vërteta çdo ditë është sakrifikuar, është derë gjak, janë vrarë nga të dy palët, ka pas edhe prej tyre të vrarë më shumë dhe të plagosur, por janë më shumë se 65 dëshmorë që e kanë mbrojt atë zë të bukur të komandantit legjendar Demishari, dhe që unë me 16:00 duhej të isha saktësisht i disiplinuar dhe i përgatitur me Martin Çonin dhe me komplet ekipën time dhe t'ju them popullit tim, ju flet Kosova e lirë. Ju flet Kosova e lirë. Faleminderit. Faleminderit shumë Nusret. Ky zoa ka me nejt, ka me qëndru edhe ka me u anglatis në kokë në fakt. Na është anglatis, unë jam gjeneratët 83-ës. Atëhera ne mboj mend këtë zoa. Edhe di babi dhe gjithë antarët e familjes që ishim agja, vllazërit tjerë, shkojshin te radio e gjejshin dyqysh frekuencat, që shkojshin edhe ndëgjëshin këtë zë. Je zë i paharrueshëm edhe zë i sakrificës i historisë i humbive shtetërore. Faleminderit edhe një herë, qindra herë, edhe uroj që të kesh shëndetin edhe historitë që i grumbullon t'i bartësh anën banë botës në mënyrë që të dinë kush është Kosova, kush ka qenë dhe si kemi ardhur deri tani. Me shumë respekte edhe shumë deri ta faleminderit shumë dhe suksese edhe në të ardhmen. Shumë faleminderit. Të dashur shikues, me Nusret Planën ishim në këto minuta në përtej tregimit. Unë ju ftoj që emisionin e sonte ta ndiqni edhe në YouTube, në kanalin e televizionit Arbëria, dhe kështu të mund të informoheni më shumë edhe për ekspozitën e cila do të jetë nesër hapur në ditën e fëmijëve, realisht për të gjithë prindërit edhe fëmijët që janë të interesuar, që do duhet të ishin të interesuar që të shohin se çfarë ka sjellur Nusret Plana, e që nuk janë vetëm fotografi, janë qindra mira tituj të tjerë të cilët i ka promovuar në mbar Kosovën. Faleminderit shumë, do të shihemi vikendin tjetër në përtej tregimi dhe deri atëherë mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.